falenderojmë Allahun xhelle shanuhu me një falënderim që i takon madhrisë së tij, i cili na e qartësoi rrugën e drejtë dhe na lartësoi me dinjitetin e Islamit. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na vizatoi rrugën e shpëtimit dhe na paralajmëroi nga humnerat e devijimit. Paqja qoftë mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i nderësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është ecni rrugës, jo humnerës. Në një sure të Kur'anit, Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu i përshkruan pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot ata janë të fortë dhe dinjitoz ndaj jo besimtarve, të mëshirshëm me zvete, i sheh duke bërë sejdë, duke kërkuar kënaqësinë e Allahu xhelle shanuhu, e në fytyrat e tyre duken gjurmët e sejdës. Ata janë si një bimë që mbin, forcohet, jep fryt dhe i mahnit mbjellësit. Të tillë janë sepse ecën në rrugës së drejtë, jo humnerës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i rrethuar nga shokët e tij në Mekë, vizatoi në rërën e shkretëtirës me një shkop, një vijë të drejtë dhe tha: kjo është rruga. Pastaj nga njëra dhe tjetra anë e saj vizatoi disa vija të shtrembra dhe tha: këto janë humnerat. Jo vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por të gjithë pejgamberët kanë thirrur në një rrugë të vetme, në rrugën e drejtë. Të gjithë pejgamberët kanë ftuar në një fe të vetme, të njëjtën fe të shpallur nga Zoti i botëve. Këtë të vërtet e dëshmon edhe ngjarja e Miraxhit, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rrëfen për udhëtimin e natës dhe ngritjen qiellore, thot se në Jerusalem ishte imam i të gjithë pejgamberëve të mëparshëm, të cilët me gëzim e ndoqën dhe me atë veprim u dërguan mesazhin popujve të tyre. Kur kaloi nëpër 7 qetë dhe u takua me shpirtrat e pejgamberëve të mëdhenj, të gjithë u gëzuan që Allahu xhelle shanuhu tashmë e kishte dërguar pejgamberin e fundit për njerëzimin, i cili do t'i tregonte rrugën e drejtë dhe do t'i paralajmëronte nga humnera. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë jam më i afërti me Isain alayhis salam në këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberët janë vëllezër, babai i tyre është një, nënat janë të ndryshme, por feja është një. Mes meje dhe Isait alayhis salam nuk ka pasur pejgamber tjetër. Se të gjithë pejgamberët kanë thirrur në një fe të vetme të shpallur nga Zoti i botëve, na e tregon edhe Allahu xhelle shanuhu në Kur'an: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, te Allahu ekziston në vetëm një fe. Ai dinjitet që ndjenin pasuesit e pejgamberit përballë jo besimtarve, ajo mëshirë që e shpërndanin mes vete dhe ai admirimi, pëlqimi që e zgjonin me sjelljen e tyre, ishte rezultat i jetimit të fesë. Këtë e arritën sepse ecën në rrugës dhe ja kthyen shpinën humnerës. Një shkrimtar dhe studiues francez, duke studiuar Islamin dhe duke i vëzhguar muslimanët sigurisht të sotmit, shkruan: Islami në thelb
nuk ka ndryshuar as pak ndër shekuj. Por muslimanët tashmë prej 7 shekujsh janë të pafuqishëm dhe të paralizuar. Pse? Duke shënuar dhe përkujtuar miraxhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjejmë përgjigjen se ku qëndron shkaku i dobësisë dhe paralizës sonë. Sepse nuk e shohim më vijën e trashë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e vizatoi në rërën e shkretirës dhe e quajti rrugë. Por shejtani e zbukuron humnerën dhe ne ecim në për të. Aty, në vend të dinjitetit përballë jo besimtarëve, përjetojmë pushtrim. Aty, në vend të durimit dhe mëshirës, ndezim armiqësi mes vete. Aty, në vend që me sjelljen tonë të zgjojmë admirim, meritojmë përbuzje. Miraxhin do ta shënojmë më së miri nëse e kuptojmë dhe e pranojmë atë një rrugë të vetme të vërtetë. Rrugën e fesë, rrugën e dijes, rrugën e punës, rrugën e jetimit, sipas asaj që ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Nëpërmjet miraxhit, Muhamedi alayhis salam i dërgoi njerëzimit disa mesazhe. I pari ndër to është vetëm një rrugë ekziston. Të gjithë pejgamberët e mëparshëm e ndoqën Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Jerusalem. Të gjithëve, si edhe Muhamedit alayhis salam, Allahu xhalla shanuhu u shpalli një fe. Besimin në një Zot, fen që Allahu xhalla shanuhu e quajti Islam. Omeri radiallahu anhu, duke hyrë me dignitet në Jerusalem dhe duke i pranuar banorët e tij, tha fjalin që duhet të na jehojnë në veshët tonë. Ne ishim një popull i poshtruar dhe Allahu xhalla shanuhu tha në ngriti me Islam. Sa herë që dignitetin dhe krenarin ta kërkojmë jashtë Islamit, do të përjetojmë poshtrim. Miraxhin do ta përkujtojmë vërtet nëse kthehemi në rrugën e krenarisë dhe dignitetit, në rrugën e fesë, nëse njihemi nga sejdja jonë, nëse në fytyrat tona shkëlqen nuri i sejdës dhe nëse sjellja jonë zgjon admirim, sepse jemi të ndershëm, të mençur, të arsimuar dhe jetojmë atë që e kënaq Allahun xhalla shanu. Muhamedi alayhis salam, si askush tjetër në histori, pati mundësinë të zgjedhë mes një jete të rehatshme në humbje dhe një jetë të vështirë mbi të vërtetën. Muhamedi alayhis salam tha: pasha Allahun, edhe sikur diellin ta vendosnin në dorën time të djathtë, e hënën në të majtën, nga e vërteta nuk do të heqë dot. Kur e çliroi Mekën, sërish ishte para zgjedhjes, të falte apo të hakmerë. Ai veproi sipas shembullit të vëllait të tij, Jusufit alayhis salam, dhe fali. Me këtë mënyrë, ai i pushton të zemrat, me sjelljen e tij i fiton të armiqt dhe ata bëheshin përkrahësit më të fortë të mesazhit hyjnor. Në kufirin mes Isras dhe Miraxhit, Muhamedi alayhis salam sërish ishte para zgjedhjes. Xhibrili i solli 2 enë. Në njërën ishte verë, në tjetrën qumsht. Muhamedi alayhis salam zgjodhi qumshtin dhe Xhibrili i tha: zgjodhe Islamin. Muhamedi alayhis salam është shembull dhe model. Rruga e tij është rruga jonë. Prandaj, sa herë që je para zgjedhjes, ndiqe udhëzimin dhe jo epshin.
Miraxhi është për të shënuar vetëm formalisht. Miraxhi nuk është vetëm për të shënuar formalisht, por për të marrë mesazhe jetësore. Ekziston vetëm një rrugë. Kur je para zgjedhjes, ndiqe udhëzimin e jo dëshirën tënde, dhe përhape të vërtetën duke e jetuar atë. O Zoti i madhruar, na ndihmo që gjithmonë ta jetojmë të vërtetën. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.